On this day. 1463, lindi Giovanni Pico della Mirandola, ishte një fisnik dhe filozof italian i rilindjes. 1786, lindi Wilhelm Grimm, autor gjerman, më i riu vëllezërve Grimm, të njohur për përmbledhjen e përrallave të tyre. 1831, Leo von Caprivi ishte një general dhe burgshteti gjerman që shërbeu si kancelari i Perandorisë gjermane nga marsi 1890 deri në tetor të 1894-s. 1921, Abe Vigoda, aktor amerikan i njohur për portretizimin e Salvatore Tessios në The Godfather dhe Phil Fish në Barney Miller Fish. 1934, lindi Bettino Craxi, politikan italian, lider i Partisë Socialiste Italiane nga 1976 deri në 1993 dhe kryeministri 45 i Italisë nga 1983 deri në 1987. 1955, lindi Steve Jobs, biznesmen dhe investitor amerikan, i njohur më së shumti për bashkëthemelimin e gigantit të teknologjisë Apple. 1955, lindi Alain Prost, pilot francez i Formula 1, ai mbajti rekordin për më shumë fitore në Grand Prix. 1971, lindi Pedro de la Rosa, pilot spanjoll i Formula 1. 1977, lindi boksieri amerikan Floyd Mayweather, burr sot 49 vjeç.